my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth generation fighter jet. Number sixth generation. Nothing in the world comes even close to it. And it'll be known as the F-47. The generals picked a title. And it's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. And this has been in the works for a long period of time. After a rigorous and thorough competition between some of America's top aerospace companies, the Air Force is going to be awarding the contract for the next generation air dominance platform to Boeing. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane is secret. The F-47 is equipped with state-of-the-art stealth technology. It's virtually unseeable and unprecedented power. This plane flies with drones. It flies with many drones, as many as you want. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë, siç edhe tani më ata që na ndjekin dhe që nuk janë pak, madje guxoj të them që janë shumë, e kanë kuptuar që në fillim zakonisht ne fillojmë me botën, ne fillojmë me planetin, ne fillojmë me ato që quhen gjëra vërtet të mëdha. Pra sepse bota jonë, sigurisht që është bota jonë, është bota më e madhe, se këtu jetojmë, këtu lëshojmë hije, këtu lindim, ndoshta edhe këtu desim. Por se bota jonë e vogël, pa botën e madhe, do t'ishte diçka pa kuptim. Nuk do t'na jepte dot një mundësi orientimi. Megjithëse avash po fillojmë fushatën, pra po fillojmë fushata politike në Shqipëri, gjithsesi ka një fushatë tjetër më të madhe. Ka një fushatë më të madhe që quhet përndryshe ndërtimi i rendit të ri botëror. Dhe kuptohet që nëse rendi i ri botëror instalohet gradualisht shkallë në planet, ndonjë fundore e kësaj shkallë do vijë dhe në Shqipëri. Prandaj dhe japim pjesën e Luanit, do pjesë e Luanit. Pjesët tona janë më modeste se ato të Luanit, ta themi kështu, për të mos prishur qejf dhe mos ofenduar politikanët tanë. Në sinkron pa Donald Trump, Luanin pra, ose një ndër luenët, ose mbreti luenërve, më themi, i cili bëri publik për herë të parë nga Washingtoni bishën F-47, një aeroplan i gjeneratës së 6, një aeroplan i cili inkludon brenda vetes tij disa dronë, të cilët janë syt, janë shenjestat e tij, të cilët e paraprin atë, kështu kam lexuar në letërsi ushtarake enkas për këtë, paktën këto janë projeksionet, por mbi të gjitha mund të themi që paqe dashësi dhe paqe ruajtësi Donald Trump në të njëjtën kohë nuk harron të përgatitet për më të keqen, domethënë për luftë. Çdo të thotë kjo. Për ta dekriptuar këtë situatë të botës madhe, këtë botën që thamë një herë, po i kthehemi kësaj metafore, të cilën e dominojnë luanët, kam tu ekspert sigurie zotin Xhavit Shara, me mbrëma, zotin Shara. Kam Detan Goxhe, kapiten, me mbrëma, kapitan. Kthehet Keshtik Osmani, me mbrëma Keshtik. Me mbrëma, me sërë. Të 160 gradë, ekspert i gjeopolitikës, por dhe drejtues i lëvizjes ADV. Alfred Pollumi, me mbrëma, dhe ekspert e jonë të drejtës ndërkombëtare, Enita Bozheku, me mbrëma. Me mbrëma. Do doja nga tanis nga zoti Shala, ç'do të thotë të jesh të luftosh për paqe dhe të përgatitesh për luftë dhe kjo bisha, pra kjo mënyra pak teatrale që Trump e bën, por që ka shumë efekt, për të treguar të gjithë që Amerika është e para. Komenti juaj, zoti Shala. Kjo është pjesë e rivalitetit ushtarak midis fuqive të mëdha për dominimin e ajrit. Kjo bisha që thot Trumpi ka 5 vjet që fluturon dhe testohet. Ka 5 vjet që testohet dhe tashmë hyn në prodhim industrial. Domethënë ka kaluar e faza ku që
caktuar rreth $20 miliard për Dhe sekond, nëse kemi ndonjë pamje nga kjo bisha ne, ndërkohë e spitërojmë me zoti Shala. Po. Dhe normalisht superfuqitë përpiqen kush e kush të kontrollojë ajrin. Normalisht kjo është një garë midis fuqive për armatimin konvencional, sepse për ato tjera di se si ka shku rivaliteti superfuqive, pra janë të armatosura deri në dhëmb. Ky është një stërgjyshi i këtij avioni F-47 apo P-47 daton që në kohën e luftës dytë botërore. Stërgjyshi i tij dhe ka qenë stërgjyshi në thojzat, më thonë po e themi, ka qenë shumë i fuqishëm, është përdorur në atë kohë dhe përdorur më tepër për të shoqëruar bombarduesit e rëndë që përdoreshin në atë kohë për misione të veçanta. Dhe me vonë pasaj janë kthyer në këto me F-14, F-16, F-12 e tjerë derisa shkoi te F-35, që ishte i gjeneratës 5. Pesti është ky Raptor. Po, dhe u arrit tek F-47. Ky ka disa cilësi të cilet e bën shumë të veçantë. E para ka teknologjinë e padukshmërisë shumë të avancuar në raport me me teknologjitë e përpara të përdorura. Pra ka e quajnë ta stealth. Po, stealth të padukshëm. E ka shumë të zhvilluar. Atë që përmend edhe Trumpi e ka të inkorporuar me sistemin e dronëve. Pra për herë të parë duket është një avion që bashkëvepron me dronët. Pra dronët mund t'i përdori edhe për zbulim, për goditje, për kamikaz, për tjera, për interesat, pra piloti bashkëvepron me dronët. Kjo është diçka që s'ka ndodhur kurrë, është teknologjia është e gjeneratës fundit. Tjetër përdor një motor të gjeneratës fundit, edhe motori, që ka jep atij mundësi që edhe harxhimi karburantit e nxehtësia e tjerë të jenë shumë të limituar në raport me modelet e më përparshme. Pra është ka disa... Pra gara me Rusin dhe me Kinën vazhdon. Patjetër. Dhe duket se për shumë dhe tani, sipas sigurisht nga ato që unë lexoj, janë çiksi shumë oksidentaliste mund të jenë, po thonë që Rusia nuk do të ishte dot në gjendje për 10 vjet të ardhshme të prodhonte një aeroplan të tillë të gjeneratës 6. Po, mundet, deklarimet kështu janë, po kështu tha dhe për atë gjeneratës 5, po pas një viti kinezët e nxorën me një model tjetër, po duket ishte një kopje... Ka dhe propagandë ushtarake. Ishte një kopje F-35, dhe më thonë, për nga të dhënat. Ky jep shumë avantazhe në aspektin edhe strategjik, kjo është tregon që jep një paralajmërim edhe kundërshtarit, dhe më thonë, pra ka mundësinë që kundërshtarit heqi dorë, po themi pra ka efekt parandalues. Kundërshtarit do ta ndjej që është më i humbur në ajër se sa ky. Është një nga arritjet shumë të mëdha. Paktën tashmë do të filloj sepse u kritikua, në fakt F-35 u kritikua. Sa i madh është Trumpi, duket sikur e ka brej sapo erdhi në pushtet. Po unë për ne thash ka 5 vjet që është në ajër. Okej, dakor. Osmani. Çfarë po ndodh? Edhe në kuptimin gjeopolitik, jo vetëm në kuptimin teknologjik, se zoti Shala ne zbërtheu. E zauroj zoti Shala. Nuk e zauroj, sa nuk e zaurohet, jo, pjesërisht aq sa kanë lejuar ata që të ezaurohet, sigurisht është një mesazh i rëndësishëm, atë që e kemi përmendur vazhdimisht këtu në studio, që ka një betejë, ka një përplasje të pashmangshme dhe të paevitueshme ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, e cila do të bëhet për dominuar planetin dhe për treguar se kush do të jetë mbreti i xhunglës. A do të jetë Luani i lindjes apo do të jetë Luani i perëndimit. Kjo betejë do të vijojë me teknologji, do të vijojë me ekonomi, do të vijojë me flot, do të vijojë tashmë siç po tregohet, po të vijon edhe lufta për dominimin e ajrit, për kontrollin e paqësorit dhe për kontrollin e detit Kinës Jugut. Këto do të jenë dy pikat nevralgjike, të cilat do të jenë shesh betejat apo fush betejat kryesore ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, këtyre dy gjigantëve të cilët mbajnë surpriza të mëdha dhe nxjerrin për konsum vetëm ato të cilat tashmë
kanë dalë gjenerata e 6 dhe teknologjia stealth, pra pa dukshmëria, është mesazh që jemi duke u bërë gati që të godasim në mënyrë të padukshme. Ka shumë mesazhe të tjera edhe gjeopolitike, edhe ushtarake. Bashkëndimi me dronët ushtarak që komandohen nga inteligjenca artificiale tregon që edhe lufta dhe betejë për inteligjencën artificiale do të jetë e ashpër ndërmjet dy gjigantëve, kinezit dhe amerikanit. Këtë e ka njoftuar edhe Henry Kissinger. Mendon që kinezët dhe amerikanët janë të krahasueshëm në këtë përparim teknologjik? Më duket se jo, nuk janë të krahasueshëm. Jo, me që the dy gjigantët, edhe duke sikur ishin dy gigantë pothuajse të barabartë. Jo, po flas, ata kanë rivalitet. Për shembull, Kina po përpiqet që të rivalizojë Në fushën teknologjike aerospaciale mendoj që Rusia është më përpara se Kina, dhe se Kina ose ka vjedhur ose ka bler patenta. Atëherë rivaliteti i Kinës me Amerikën do të bëhet për flotën, sepse Kina është shumë brapa në sa i përket kontrollit të detrave dhe sa i përket aeroplanmbajtësve. Nga kontrolli nga ajër dhe inteligjenca artificiale, të gjitha palët po bëjnë surpriza. Henry Kissinger, që është dhe dhelpra e diplomacisë amerikane, përpara se të ndahej nga jeta, e dha një njoftim në ditët e tij të fundit dhe ka thënë që Amerika posedon në kutinë e saj të sekrete armatime dhe teknologji për të cilat njerëzimi nuk ka dëgjuar kurrë më parë. Ndoshta një pjesë e kësaj teknologjie mund të jetë kjo të cilën Trump e nxjerr sigurisht e përpiqet ta marketoj si të tijën, sigurisht ajo është më përpara se ai, dhe unë jam shumë i sigurt që në momentin që ka dalë kjo, ka të tjera formën e kësaj duket si aliene, nuk është ta jemi mësuar, na kanë ambientuar me filmat alien, jemi shisa borë, jemi dhe njerë, sa borë, nuk është, se kemi parë një këtë trajt në të gjitha dimensionet, ato kanë për qëllim për cilin mesazh, luajn me mesazhin e imagjinatës njerëzore, luajn me supermacinë e imagjinatës. Jam gati i zoti Osmani të hedh pyetjen që s'do më jemi përgjigje sepse nuk dua po do ta bëj në një emision. Ora mos është e vërtetë që monopolin e teknologjisë alienat ja kanë lënë amerikanëve. Pyetja e këtu jemi kaq afër fantazisë, po se si ka mundësi një gjë, fantazia më e shpundur të bëhet një realitetin më vrasës, se ç'është kjo. Okej. Po deshet hym, po s'deshem marrim një emision të veçantë. Do hyjmë në emision të veçantë, po. Jo, po disa tundohem shumë, sepse në fundit pse duhet ta autocensurohemi, mos guxojmë edhe të hamendësojmë të tilla gjëra, të cilat tjerët jetojnë si dimensionet e tyre normale. Është shumë bisedë fetare ajo se sa bisedë teknologjike. Fetare. Ndoshta. Po mirë, edhe fetare. Mund të jetë. Unë e di që mendoj gjithmonë më tepër që edhe ato zotat që ne adhurojmë janë vizitorë nga kosmosi. Po, e lëmë të se emision tjetër. Mos blasfemojmë në Ramazan. Nuk do të blasfemojmë në Ramazan, se do të nga gacmojmë. Jo, unë me dërkëshu, ja ta themi gjë. Po bëj humor. Po hapi jo mos, nuk ka problem. Me që e hapi goxha i teorinë e religionit. Dryshe nga ca tjerë që janë këshu me kokën me qoshe, unë me ndurë që humori është i parë njerëzve inteligent. Absolutisht, dhe asë gjënë botë nuk është më serios. Dhe nga eksperienca ime, do më thonë, kur punoja në teatr. Pra, për të bërë për qesh është shumë më e vështirë sa për të bërë për qerë. Për bërë qerë bërë shumë kollaj. Bërë një vrasje aty, një nënë që qanë bëjnë kufom, edhe i gjithë sala qanë. E qeshura zgjodh vetëm në mënyrë inteligjente. Britanikët thonë asë gjënë botë është më serioze se humori. Fix. Goxhaj. Në këtë luftën e fundit që po ndodh në Ukrainë, duke parë që po thoj se gjithë armatimi që përdori Perëndimi dështoi në cilësinë e vet, që të arrinte atë çfarë ishte parashikuar sipas doktrinave ushtarake prandaj të arrinte aktualisht tashmë edhe Shteti i Amerikës duhet që të mbrojnë fytyrën e tyre për këtë armatim që ndoshta u keq përdor në Ukrainë nga ushtria ukrainase në mënyrë të e cila nuk e kishte as trajnimin e dur për përdorimin e këtij armatimi, kështu që tashmë duhet të ringrejë sërish atë prestigjin e humbur të këtij armatimi. Dhe për këtë arsye tashmë po hyn në këtë që unë nuk do ta quaja garë armatimi, pasi nuk është një garë armatimi, në realitet, pra prodhimi një lloj avioni të tillë i cili si shta zoti Shala që normalisht ka 5 vjet që fluturon dhe është pjesë e programit DARPA, pra agjencia e projekteve të zhvillimit të avancuar të mbrojtjes,
Dhe teknologjinë stealth, ky lloj sistemi, pra ky lloj projekti DARPA e ka prodhuar prej vitit 1983 dhe avioni i parë i prodhuar stealth, pra i padukshëm është F-117, që të gjithë e kemi... Atëherë bie që sikur ka 5 vjet që fluturon, do thotë që po bëhet gati gjenerata 7. Jo, nuk bëhet gati gjenerata 7, se gjeneratat e avion nuk kalojnë kaq kollaj, pra, por nuk kemi, po bëhet në atë aspektin, unë siç e thash, nuk e konsideroj që është pjesë e një gare armatimi, pavarësisht se kinezët kanë prodhuar një avion J-36, në cilët pretendojnë që është gjenerata e 6, por realiteti është që askush nuk e di në të vërtetë se çfarë është. Pra ata e kanë paraqitur 2 herë në fluturim dhe askush nuk është afruar që ta shohë. Ata pretendojnë që është gjenerata e 6. Nuk kanë dhënë të detaje teknike të këtij lloji avioni. Rusët kanë në prodhimin e tyre, pra kanë bërë vetëm 2 prototipe të F-41 që pretendojnë që është gjenerata e 6, por realiteti është që edhe aktualisht nuk ka parë kush realisht pra të dhënat teknike dhe specifike të këtyre. Prandaj them që është në këtë vazhdim kurse për çështje të përdorimit të dronëve të këtij avioni, pra për herë të parë dronët i kanë përdorur rusët me avionin Su-57. Avioni Su-57 në fluturim përdor një lloj droni që quhet Su-75. Dhe gjatë luftës në Ukrainë është përdorur disa herë, biles herën e fundit para 6 muajsh njëri prej këtyre dronëve Su-75 ka rënë në territorin e Ukrainës dhe është zënë nga autoritetet ukrainase. Dhe edhe është ekspozuar, është dron që fluturon, janë dron që fluturojnë së bashku me avionin në këtë teknologjinë e re. Pra nuk kemi bërë në një teknologjie të re, thjesht kemi shpalosjen e kësaj teknologjie që ka ekzistuar që ka. Sipas kjo është një luftë me që kanë humbur armët, kanë humbur shkëlqimin e tyre armët perëndimore në Ukrainë. Atë Trumpi për të ngritur moralin e Pentagonit, e ushtrisë Amerikës. Jo për të ngritur moralin, për të treguar sërish, për të ngritur sërish shkëlqimin e armatimit. Po është një show. Absolutisht që është një show. Shiko, në teknologjinë stil sot, do të kemi që parasysh, kjo vlen vetëm për vendet si puna e Evropës, që nuk kanë radar që arrin të kapin avionët stil. Ndërsa për vendet të tjera, cilat janë në të njëjtin nivel ushtarak, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra si Kina dhe Rusia, cilët kanë S-400 dhe S-500, cilat funksionojnë në bazë të teknologjisë që radiofotonike, pra të valve radiofotonike, nuk ka mundësi më që avioni stealth jetë i padukshëm. Pra, për vendet të tjera, këta janë teknologjie e përparuar, kurse për vende të barabarta, e ashtu siç edhe stealthi rus nuk mund të ikë radarëve amerikan, edhe stealthi këtij nuk mund të ikë radarëve rus. Pra është e njëjta gjë. Dakor. Ate, zoti Pollumbi? Besoj që kjo është një arritje e ushtrisë amerikane, fakti që e ka ruajtur shumë sekret, do me thënë është ruajtur sekreti i këtij avion, po aq sa është ruajtur sekreti i zonës 51. Për teleshikuesit, zona 51 është zona më me sekrete që është në Nevada. Kjo kuptohet që përveç forcës, teknologjisë dhe anës suksesshme ushtarake, bën edhe anën propagandistike. Kjo kuptohet që për të arritur paqen duhet të jesh i fortë ushtarakisht, para që tjerët të kenë frikë, dhe bëhet për të pas e përsin ajrore. Amerika, këtë shekull të paktën, që ka qenë një ndër superfuqit, bota ka qenë shumë më e qetë. Se ka qenë thua ti, nuk është më superfuqi. Ka qenë dhe vazhdon të jetë, sepse e fillova që nga lufta e parë. Kur thua ka qenë, do të s'është më. Amerika ishte. Ose është lapsus i inkonsientit? Jo, unë e tha që ka qenë, sepse desha. Që lapsus që është e vërtet a e fshetë inkonsientit. Është e vërtet që ka lapsus, por unë do isha ta çoja sqarimin duke filluar nga lufta e parë botërore. Pra që atëherë Amerika tregoi me fakte që ishte superfuqi. Duke qenë Amerika superfuqi dhe vazhdon të jetë superfuqi, Amerika ka ruajtur stabilitet dhe bota ka pas më pak luftra. Kemi u hodhën 2 teza kryesore. Një tezë e zotit Shala që flet për strukturën avancuar, për dominimin e qiejeve, për dominimin teknologjik amerikan, etj. Dhe F-47, sepse 47 e kanë vënë me që Trumpi është presidenti 47. është bërë për ndejnë e dio e tha vetë, është thënë. Nuk është për të qesur. Jo, po e kam shumë. Ashtu deklaruar. Nuk është koincidencë. Jo, u deklarua postafat. Zoti Zhej, Trumpi e tha kështu saktësisht, e kanë zgjedhë gjeneralët emrin. Tani nëse gjeneralët e kanë zgjedhë. 47, amore zoti, F-47. Është një kërcim, F-ja fundit është 35. Po Trumpi nuk e pranon që është 35, nga 35, nga 27 janë 8 fora tjera. Trumpi. Por ja kanë vënë, ore, do ta dëgjoj këtë, ore u bëfshon me i thonë kësaj. Dëgjoj këtë që po them unë, dhe ka për të rezultuar që është vërtet kështu. Po Trumpi tha ja kanë vënë gjeneralët. Për të përjetësuar presidentin e 47 Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, dakor.
Por marrim në tezë Pra dy humorit. teza, teza e parë kjo dhe teza e dytë e Gozat që është bështetet ke Shala, po thot jo, tu kemi të bëjmë më shumë me propagandë, me retorikë dhe nuk ka në i vërtetësi ka i të madhë. Jo, avioni është i vërtet, nuk është dhe... Jo, mi pa, Trumpi po në zbulon si një gjë që është akoma duke u bërë. Nuk është e vetëmja në botë, pra nuk është e vetëmja në botë. Mi pa, Ka 5 vite, zoti Zhej, tha Trumpi që ka filluar të bëhet kjo, dhe do me thonë ka 5 vite që fluturon dhe është ruitur sekret. Tani, ky model që japim ne në 3D, është një model i bërë me simulator. Pra nuk është një model që përputhet me modelin e vërtet. është simulim vizual. Por se, nëse keni parasysh në paraqitjen dhe ekspozimin që bëri Trumpi me specialistë të Pentagonit, ai ishte me blur, pra ishte me një lloj fluje, edhe tiparet dhe dizajni i F-47-ës nuk ishte, po themi, aq i dukshëm i lexueshëm për publikun. Kish problem. Jo, ashtë me këje nga këta të dy. S'mund t'jesh me të dy. Jo, unë nuk jam me të dy, unë e quaj arritje... Ose me variantin, po pas s'mund t'jesh me të dy. Do thot, ose ka variantin e vetë, variantin është që Amerika e ka dominu dhe do vazhdojnë ta dominojnë forcën ajrore. Tani me Trumpin do ta dominojnë edhe më fort dhe me Elon Muskun, sepse janë njerëz që vinë nga fusha e biznesit dhe kanë ide dhe shpikin ide, dhe Amerika dhe Trumpi konkretisht tërë moment e bën për të ruitur e përsi. Po kjo është ide e Trumpit, nga dalë që se për të sigurisht shpiku Trumpi. Është ide para 5 viteve, pra ide që është ide e Bidenit. Trumpi president ishte para 5 viteve. Edhe idet për t'ju i para 5 viteve ishte Trumpi president. Nuk them, shpikin ide sepse vinë nga biznesi. Dhe ide është fakti që shpikun diçka të tillë inkurajojnë. Programe sekretet ushtrisë nuk kanë lidhje ta biznesmenët me këto, nuk afrohen fare është... Dakord, por biznesmenët kanë guximin gjithmonë që të bëjnë ide të reja për të arritur suksese. Në këtë kontekst e programe që janë totalisht jashtë, pra është kanë programe që vazhdojnë thash prej vitit 83. Jam dakord që ai nuk programe ushtarake që syn kush në to. E kuptoj, por them guxojnë në ide dhe në vepra konkrete. I gjë tjetër që të tjerët nuk kanë guxuar kaq shumë, pra janë njerëz që marrin guxime për të arritur gjëra konkrete që kanë sukses. Me gjitha të, me që s'do të të aprish në që ku morim, por një nga tashethenet kryesore në Departamentin Amerikan të Shtetit, në Washingtonin zyrtar, është sherri i ndodhur dhe i mbuluar midis Trumpit dhe Muskut. Kjo është për çështjen e Kinës. Sepse Trumpi tha, shiko, kam gjallë, kam shpirt, për përkthej për popullin, ti dashur Musk, je suporti im, ke qenë mbështetësim elektoral, je kryetari i zgjedhur, shefi DOJ, pra i departamenti për pastrimin e administratës nga këta që flenë gjume, nga këta parazitet e tjera, dhe nga demokratët që kuptohet, se kështu do gjithandej. Por ama, në Pentagon mos u fut, se Pentagoni ti ke, është i imi, dhe Pentagon ti ke konflikt interesi se prodhon dhe bën biznes në Kinë. Bozhego? Unë e shoh në vazhdën e asaj që është supremacia amerikane në gjithat në 3 dimensione. Trumpi e nisi me dimensionin e parë për strategjin, për mbrojtjen, për pjesën e Amerikës luftarake, që me pjesën e Groenlandës dhe deti. Koncepti parë, deti. E nisi në këtë pjesë, siguria, Groenlanda. Amerika është fuqi detare. Mirë, një sekundë, është fuqi detare, pra e nisi me këtë. Fuqia tjetër, demonstrimi. Flasim po e merë shkallë, pra. E dyta ishte toksoria, sepse toksoria djetë përsa i përket me Ukrajinë në këto momente, trupat, nëse hynë trupat amerikane, nuk hynë dhe uljan tavolin me Moskën. Dhe e treta, dominimi ajrit, pra 3 elementet, me shown demonstrativ të teknologjisë së 6. Mesazh padyshim që është për kundërshtarët e tij, por është edhe në këto momente historike përsa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare dhe rendit ri që thot zoti Zhej, përsa i përket Rusisë, Kinës nga ana tjetër dhe vetë Amerikës. Roli im është dominant në 3 linja. Ajo që mua sot më bëri akoma më shumë përshtypje, duke u nisur pak edhe me këtë të Pentagonit dhe Kinës, sot Elon Musk, disa orë mbasi doli problemi i
Pentagonit dhe konfliktit interesit që është vërtet që ai ka për sa i përket zhvillimit të teknologjive të fundit, ishte një pamje që ai kishte dhënë nga Marsi të satelitit të lëshuar prej tij. Kjo nuk mendoj që është thjesht rastësore, po është studiuar në tavolinë, për treguar që ne në këtë momente dominojmë tokë, qiell me F-47-ën e re me teknologjinë e fundit dhe nga ana tjetër tokën po e po, detin po e po, dhe nga ana tjetër edhe hapësirën, kozmosin. Pra, mesazhet janë totalisht shumë të fuqishme dhe teknologjia e fundit është Tani pyetja është, këto mesazhe janë për paqe apo janë për luftë? Këto mesazhe janë aktualisht ruajnë paqen deri në momentin që ne nuk vendosim të bëhet luftë. Ne kush? Ata do. Ne, ata. Ne kemi pjesë të dytë sa bëjnë. Edhe ne bashkë me liderin global. Se kemi liderin global. Strukturën e si kemi një nga tipët e pjesës dytë, do më pritë se kanë to. Ne kemi kështu për shembull. Bufi Kanetës, 77-313, jemi shumë mirë në këtu. Ne, Kene më pjesë të dytë është yll. Okej. Pra, kjo është ideja. Ideja është janë për ti, nuk se Amerika zakonisht i nxjerr këto, por mënyra se si u tha dhe momenti, derisa ka 5 vjet që është një teknologji që është në tavolinë duke u avancuar ose më saktë duke u konfiguruar, momenti historik i marrëdhënieve ndërkombëtare është që unë dominoj 4 elemente. Hapësirën, pretendojë të dominoj, pra që se kemi një gjë. Mirë, ai vetë vetën e dominon, po flasim për dominimin e ajrit, pra nuk mund dominosh ajrin me 35 avion që do prodhosh. Se kaq duhet numri avione që do të 22 miliard ishte buxheti akorduar për kontrata me Boeing. Nga 200 deri 300 milionë euro njëri. Do të shkoj në 3 trilion dollar, pra me gjithë mirëmbajtje, me gjithë akomodim, me gjithë pjesët, me gjitha shkon te 3 trilion dollar është përllogaritur nga forcat ajrore që do të shkojë ky kosto. Edhe normalisht që në fillim ishte pretenduar që numri ishte 150 copë, po me 150 copë shkon 8 trilion dollar. Dhe për këtë arsye është vendosur 35 copë. Pra 35 copë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë çdo dominojnë. Pra prandaj po them që është thjesht një show dhe nuk është tentativë dominimi në këtë rast. Qofse ne themi Amerika me këto super diçka e re, teknologji e fundit e punuar, avancuar me të gjithë çfarë kanë. Po Kina sa ka nga ana tjetër? Rusi sa ka nga ana tjetër, se tani ne thasim vetëm 35. Atëherë koncepti, po duhet kemi do ndajmë konceptet, nuk bëhet sa ka ai, sa ka ky. Armatimet janë pjesë e fitimit apo nisë një lufte, ne vetëm supozojmë sepse nuk e dim, por realisht Amerika duket shumë përpara Kinës dhe Rusisë. Koncepti i mbrojtjes që kanë rusët është tjetër, koncepti i mbrojtjes që kanë kinezët është tjetër. Pra në këtë përballje të këtyre koncepteve nuk ngrepesh sa ka mund sa ke ti. Rusët e kanë bazuar konceptin e mbrojtjes mbi mbrojtjen kundërajrore, nuk e kanë bazuar aviacionin, ata nuk e përdorin si forcë. Ne po flasim për çështje për armë konvencionale, goxhe se atë pastaj kush ka më shumë mbyll bërthamorja, do t'i fusim në lojë, urojmë mos t'i provojmë. Mbrojtja kundërajore është konvencionale. Po flasim për konvencionale, për dominancë konvencionale. Po pra do na të flasim, mbrojtja kundërajore është konvencionale. Mbrojtja balistike është ajo që thoni, atë s'po hyj ajo. Okej, pra te mbrojtja balistike, vetëm 2 vende kanë. Rusia dhe Amerika, mbrojtje balistike sot për sot. Po flas për mbrojtje kundërajrore. Pra, në mbrojtje kundërajrore, në luftën konvencionale, Rusia ka bazuar me mbrojtje kundërajrore dhe aviacionin në doktrinën e saj nuk e sheh si forcë të cilat do luftojë për zotrimin e qiellit. E sheh si forcë në mbështetje të forcave toksore për të arritur objektivat strategjik dhe operacional. Dhe mbulimin e qiellit e bën nëpërmjet mbrojtjes kundërajrore, siç po e bën totalisht në gjithë Ukrainën. Pra, përdor mbrojtjen kundërajrore për këtë punë. Deri më sot, vetëm 4 raste kanë në 3 vjet luftë që kemi pasur një përplasje ajrore midis avionëve rus dhe avionëve ukrainas. Pra 4 herë ka ndodhur, për arsye se rusët nuk e kanë këtë koncept. Kurse Amerika dhe Perëndimi e ka konceptin e përplasjes ajrore, pra dominimit ajror në luftën ajrore. Ata nuk e kanë luftën ajrore. Prandaj është përplasje konceptesh. Kjo është doktrinë tjetër. Zoti Shara, kjo doktrinë, tani ideja është kjo. Me sa studiova unë për Bishën, për F-47, për do doja kalorim pak edhe për konfliktin midis Trumpit dhe Muskut. Një aeroplan e tillë, do të thënë, mund të nxjerrë jashtë luftimi një numër të pakufizuar avionësh, gjuajtës apo bombardues. Pa do thënë, sepse ai është dronët me të cilët ai ka në bark dhe që e shoqërojnë, që mund edhe të emetoj dron, janë shënjestrues për atë, do të janë si mini radar, janë
vetvrasës, pra do më thënë kamikaz, janë dhe goditës. Pra do më thënë, ai nuk është vetëm ai është vetëm është kreu një flotit këje, një flote dronës. Polifunksionale. Flot brenda flote. është një aeroplan flot. Pra do më thënë, ai nuk e di se kush mund t'i dali përballë. Kjo përket vetëm imagjinatës dhe deta shit paktën është plus asaj gjej përveç anës dronëve është përdorur në Ukrainë si që ka përdorur. Po është përdorur më Su-57 ka përdorur me dron. Su-57 fluturohen me 3 dron. Mirë. Droni është u po them bas Su-57 është imagjinat, është reale. Pra, është imagjinat reale. Dakor. Gjithashtu, përveç kësaj, ai ka në të është inkorporuar edhe një teknologji e fundit që është goditja nëpërmjet lazerëve. Edhe kjo është një diçka shumë specifike, deri tash të paktën nuk ka nga këto avion që godasin me lazer në të cilën të jenë të inkorporuar ky lloj armatimi. Pra, përveç dronëve, që thotë tani që mund të jetë e vërtetë, unë nuk kam informacion për këtë, që rusët e pas kanë përdorur këtë në Ukrainë, ky ka edhe këtë teknologji tjetër. Dhe kjo i jep një supremaci, domethënë ky bëhet mbreti i ajrit në një farë mënyre. Bëhet mbreti i ajrit. Pastaj kur të provohet nëpër betejë do duket se sa rezultativ do të jetë. Ti e beson që po ka direkt tani, që Elon Musk ka shkuar të vizitojë Pentagonin sipas New York Timesit për të vjetë sekete ushtarake dhe për... Jo, nuk e besoj se ka shku për të marrë, sepse ndryshe pastaj Elon Musk do të ishin në gjurmim nga Agjencia e Zbatimit të Ligjit atje. Por unë nuk e besoj. Shiko, në të tilla raste nuk operohet kështu që dyshojmë që ky mund të jetë kështu. Ka standarde. Me këtë kategori, me këto informacione duhet njihet 1, 2, 3, 4. Ne nuk bëjmë emisione gossip dhe thashë theme, por në qoftë do ta kategorizonim thashë them, ky është jo, reagoj më i madh. Po, reagoj Moskovet. Nuk është thashë them, reagoj edhe ai. Nuk doja ta ndërpresë. Reagoj vetë Masku që bile ai tha do ta gjejmë autorin që ka nxjerrë sekretin pse shkova në Pentagon. Që ai që ka bërë shpifin apo që ka nxjerrë sekretin? Ai që ka nxjerrë sekretin tha. Pra ai ka shku në një mision, po unë nuk mendoj se mund të jetë kjo dhe kishte rrezik. Shiko, Trumpi është kritikuar që në ditët e para për ekipin që krijoi që mund të ketë ka persona me konflikt interesi. Por në konceptin e Trumpin këta nuk përbëjnë. Me atë logjika e vetës me konflikt interesi është oligark. Ne do ta quajmë oligark. Nëse atë ka votuar populli amerikan, atë ka votuar populli amerikan kryeminist, siç ka pas Italia Berlusconi. Po, atë ka votuar populli amerikan dhe ne do gjykojmë pas kësaj. Gjithsesi ai kur vjen puna ke çështjet e sigurisë kombëtare, është i detyruar që të marrë parasysh disa vrejtje. Kemi një të ndryshme këtë po them. Nuk kupton, këtë po them. Ne një industrialist madh apo një si për marrë suksesën, po të kandidojë për kryeministër, do ta quajmë oligarku i do të gjitha pushtetet. Amerika, Italia, dhe në Itali është bërë... Berlusconi për këtë është akuzuar shumë, por ja doli me sukses. Ka një paralajmërim të presidentit Biden në ikje që pushtetin po e merr një tekno-oligarki. Tekno-oligarki, po. Dakor? Osman? Atëherë ka dy momente lidhur me këtë, nëse do ta thuajmë, nëse do ta themi, pra do ta cilësojmë gossip, është më e madh se sa gossip, është një shqetësim real, i cili sot është pjesë e diskutimeve dhe debateve të mëdha. Ka dy momente që lidhen me këtë pikë në cilën gjendet Elon Musk, Donald Trump dhe Amerika në tërësinë e saj. Është momenti i parë kur Elon Musk, sipas sekretarit amerikan të mbrojtjes, ka patur ftesë për të shkuar në Pentagon, Pete Hegseth, i cili e ka bërë ftesë zyrtarisht Elon Muskut për të qenë në Pentagon, dhe atje ka patur diskutime të hollësishme lidhur me kontributet e Elon Musk në pjesët e teknologjisë, inteligjencës artificiale dhe prurjeve që ai mund t'i bëjë teknologjisë amerikane. Prurja po marrë tani, është prurja po marrë. Si prurjet që mund të ketë ai në dimensionin teknologjik për të zhvilluar pjesët e caktuara. Sa i përket frikës... Pasë themi thonë që ai ka shkuar për të marrë... Aty po të vi tani. Në këtë moment kemi dhe një... Kundërshtarët kanë drejtë të ndojnë ashtu. Kemi dhe një zhvillim tjetër. Në datën 5 mars
ka patur një mbledhje të nxehtë brenda shtëpisë së Bardhë. Në takim ka qenë presidenti Donald Trump, ka qenë Elon Musk, ka qenë sekretari i shtetit Marco Rubio, ka qenë dhe sekretari i transportit Sean Duffy, ku ka patur një përplasje të ashpër ndërmjet Elon Musk dhe sekretarit Rubio. Kjo përplasje është bërë brenda shtëpisë Bardhë, ka ndodhur për arsye se Elon Musk e ka akuzuar sekretarin e shtetit Rubio se nuk është në gjendje të largojë askënd nga departamenti i shtetit, ndërsa Rubio është ankuar Donald Trumpit se Elon Musk është duke bërë ndërhyrje të cilat po i kalojnë kufit dhe limitet e lejuara për të. Në këtë moment ka patur edhe një ndërhyrje nga zoti Duff, sekretari amerikan i transportit, i cili ka thënë kemi ndërhyrje të forta nga Elon Musk për të shkarkuar njerëz që lidhen me situatën e aviacionit në këtë moment kritik. Këtu ka ndërhyrë presidenti amerikan, Donald Trump, i cili i ka dhënë të drejtë sekretarit Rubio dhe i ka thënë Elon Muskut që duhet të ndalesh këtu. Do të faqe të presë, për nuk duhet të fudhen detaj në këtë gjë. Dipse, kjo shumë interesante. Kjo është felbi asaj që po ndodhë. Neve si Shqipëri, si fshat i madh që jemi, na intereson, ka stabilitet qeveria, do të qatë qeveria amerikane këtu me një shërë potencial Trump Musk. Kjo ishte ajo që po përpiqem të them, pra, që ka nisur një qarje apo jo, ende. Pikpyetja është. Nuk është ende e qartë nëse ka një qarje apo jo, dhe Donald Trump në takimin e nxehtë në shtëpinë e Bardhë i ka dhënë të drejtë sekretarit Rubio dhe sekretarit transportit dhe ka miratuar me tekst. Pra e ka shprehur. Gjithsesi në mbledhjen e parë të qeverisë. E ka shprehur. Do të kalojë minutazhi tjetër që më intereson. Si thot? Pak më shumë për aleancën. Elon Musku. Okej, do ta prerë gjithëve. Okej, por në takimin e 5 marsit i ka thënë që ju keni të drejtë dhe keni të drejtë për shqetësimin që lidhet me konfliktin e interesit dhe punët e mëdha që Elon Musk i kanë kinë. Nuk do të ketë deportim tek sekretet e IMTA, por do të ketë asistencë teknologjike për Departamentin e Mbrojtjes dhe për Pentagonin. Miqëra fjala, mund të them diçka e minutës fundit, se po e bëdhon pak si, me qenë se lidhet pikërisht me mënyrën e dekriptimit që përdorni dhe ju zhej për sa i përket sigurisë. Sa po është dhënë lajmi dhe pranuar nga administrata Trump që një ish zyrtar i lartë i administratës aksidentalisht në sistemin Signer ka dhënë informacione mbi goditjen e fundit që është bërë nga amerikanët. Po, dhe jo e ka thuhet që është dhënë aksidentalisht, që është ekspozuar i gjithë plani i goditjes në Yemen. Nuk e ka dhënë akoma të dekriptuar, por është dhënë me djeni dhe thuhet që është një mënyra se si për goditjen e Huthit tani. Që janë goditur në Yemen, por se nuk e din gjithë që janë Huthit tani. Për goditjen që është bërë në Yemen, është dhënë dhe jo, ka dhënë detajet të cilat janë tepër ushtarake. Janë sekrete ushtarake, metodologjia e përdorur, armatimi. Dhe kjo lidhet edhe pak me këtë skandalin tani, për sa i përket Elon Muskut se ndërhyra për ta bërë një lidhje. Ka diçka që kërcet sepse kjo është një, më kujtohet, disjes kjo skuadre e Trumpit si shka qenë kjo, e mbamën të Hollandën e 74-ës? Me Cruyff, me Kroll, që i bënën Zofit gol. Aty s'ka kapitan. Kapiteni është pash super ekip ama, super ekip. Dhe Hollanda arriti deri në finale, kurse Trumpi po arrit suksesin. Po pikrisht kjo është suksesi, e krahasove shumë mirë, pra këto janë llafet të medjave, këto janë llafet medjave se nuk besoj se siguria amerikane të dekonspirohet nga Trump. Nga Elon Musk desha të them. Nuk ka shumë. Nga të tjerë. Tani, se duhet kalojmë minutazhin tjetër që është më rëndësishëm, se koha me ju fluturon shumë shpejt. Pjetë, ne kemi bërë një ndërkallje faqe themet dhe të vërtetat, dyshin, kur flitet për marrëdhëniet midis Muskut dhe Trumpit, do kalojmë ujnë qafshtamba dhe bloku publicitar për kaluar minutazhin tjetër që është shumë i rëndësishëm në lidhje me plurin e madh që është ngritur për forcën ushtarake të kroatëve, të Kroacisë dhe të aleancës trepar që duhet të rikthehemi patjetër të vendosim ca pika mbi. Dyshin, ujnë qafshtama, blok publicitar. Presidenti Amerikan Trump ka vendosur që Elon Musk të mos ketë akses në planin e një lufte të mundshme me Kinën.
Trump argumenton se ai ka konflikt interesi për shkak të interesave të tij të biznesit. Elon ka biznese në Kinë dhe ai mund të jetë i ndjeshëm ndoshta ndaj kësaj, tha Trump të premten. Trump më parë kishte shmangur pyetjet rreth konflikteve të mundshme të interesit të Musk, duke thënë thjesht se ai do të qëndronte larg kur të ishte e nevojshme. Deklarata e Trump u bë pas një vizite 90 minutëshe të Musk në Pentagon, e cila ngjalli jo pa kërshëri. Presidenti amerikan theksoi se Musk vizitoi Pentagonin për të diskutuar uljen e kostove, një çështje me të cilën ai po merret përmes të ashtu quajturës Departamenti i Efikasitetit Qeveritar. Ndërsa Musk, kur doli nga Pentagoni, refuzoi të përgjigjej nëse kishte marrë një informacion të klasifikuar mbi Kinën. Ishte New York Times që trazoi ujërat pasi raportoi se Musk në Pentagon do të informohej për planet sekrete të luftës për Kinën, gjë që Musk dhe presidenti Donald Trump e mohuan. Musk e quajti propagandë të pastër, mezi pres ndjekjet penale të atyre në Pentagon që po nxjerrin informacione të rreme me qëllime të këqija në New York Times. Ata do të gjenden, shkroi ai në rrjetin social X. Ndërsa sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, bëri thirrje për një hetim mbi zbulimet e pa autorizuara të informacionit të sigurisë kombëtare, ku të përdorej edhe një test poligrafi.